Bashkimi Evropian pritet të akordojë në ditët në vijim edhe 200 milion euro për Shqipërinë dhe Malin e Zi në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Lajmi u bë i ditur ma Marta Kos gjatë takimit në Bruksel mes ministrave të jashtëm të BE-s dhe përfaqësuesve të rajonit. Komisionerja theksoi se zbatimi i planit po ecën me ritme pozitive dhe se Bashkimi Evropian po sheh rezultate konkrete në procesin e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ajo përmendi edhe faktin se Serbia ju bashkua së fundmi Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut në marrëveshjen SEPA, duke e cilësuar zgjerimin si një nga prioritetet kryesore të BE-s. Ndërkohë edhe përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, foli për rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me vendet e rajonit, sidomos përballë kërcënimeve hibride dhe sulmeve ndaj demokracive të tyre. Ajo nënvizoi se BE pret nga shtetet e Ballkanit Perëndimor harmonizim me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Unionit, si dhe avancim të reformave të kërkuara. Kallas komentoi edhe dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke deklaruar se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë kanë qenë një nga arsyet kryesore pse prej kohësh nuk është zhvilluar një takim i ri në nivel liderësh mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë takim mori pjesë edhe kryediplomati shqiptar Igli Hasani, i cili u shpreh para homologëve evropian se Shqipëria mbetet e vendosur të vijojë reformat dhe të qëndrojë në pararojë të procesit të zgjerimit evropian.